Në mjediset e Muzeut Arkeologjik Kombëtar të Durrësit ka nisur edicioni 21 i Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës Dhomës, Chamberfest Durrës, një nga ngjarjet më të rëndësishme të kalendarit kulturor veror. Sipari është qelur me koncertin e kuartetit të harqeve Arola nga Zvicra, një ansambël i përbërë nga artistët nga Zvicra, Ukraina dhe Rusia, fitues të çmimeve prestigjioze ndërkombëtare. Chamberfest Durrës, Festivali Ndërkombëtar Muzikës Dhomës, këtë radhë ka vendosur që të hap dyert drejt vendeve ku janë tashmë turistët. Çfarë do të thotë kjo? Ne nuk është hera e parë e vërteta, ne kemi qenë në Kepin e Rodonit, kemi qenë në Shkodër, në 3 vjet rresht, por këtë vit ne kemi vendosur që pikërisht në një sallë tepër të bukur që ndodhet në Hotel Melia në Lalës, të fillojmë një tjetër festival të themi, Festival Albania. Është një ide im, i një mjeshtri shumë të madh të muzikës, Shlomo Minc, dhe bashkë me të unë jam drejtore artistike e tashmë e një festivali të themi me përmasa më të mëdha artistike. Them më të mëdha sepse ky festival nuk do të qëndrojë më vetëm në Durrës, në një muze apo në një vend të mbytur në Durrës, por ne do të shkojmë aty ku njerëzit vinë për të shijuar ditët e tyre të pushimeve dhe ne do të shkojmë pranë njerëzve që dëshirojnë që jo vetëm të argëtohen me plazhin apo me natyrën, por edhe me muzikën. Në atmosferën unike të muzeut, publiku ka ndjekur interpretime nga veprat e kompozitorëve Ludwig van Beethoven, si dhe Othmar Shostak, si disa nga pjesët më të njohura të repertorit të muzikës lirike shqiptare, të interpretuara nga sopranoja Teuta Nicolet Dit Felix. Ndjem shumë e lumtur të marr pjesë në këtë festival të muzikës së Dhomës, është festival ndërkombëtar. Është hera e parë që Zvicra merr pjesë me kuartetin Arola dhe me perlat të Shqipërisë, pra do të kemi këngë lirike, këngë shqiptare tradicionale të përshtatura për muzikën e Dhomës. Dhe kjo është rëndësi për këtë festival dhe kemi kënaqësinë e madhe që me gjithë pamje kaq të bukur të japim e të ndajmë këtë eksperiencë unike në vendin tuaj. Për organizatorët, festivali është një ngjarje që rikthehet çdo vit, por që sjell gjithmonë programe, artistë dhe përvoja të reja për publikun.